Moza ke ndarë ca copë za shpirti, a? Po, se nuk e kisha mbyll atë fjalin që mami, kur ndron jetë në ditëlindjen e fëmijës, tregon që e ka dash shumë që t'i vija i fëmijë për t'i bërë lidhjen përfundimisht martesore me bashkëshortin, e pash online. Edhe u trombitaj që unë kisha qenë ai fëmija që do t'a lidhte me këtë burrin që ajo deshi që ishte babi im. Pra ndaj e donte pa tjetër lindjen time dhe ndonjëherë këto janë quhen paragjykime, po e di që ka diçka të vërtet gjithmonë, sa ajo më kishte thënë, biro ti e ke një mushkrim më të vogël, se unë s'durova dot, po ngela shtatzan, përpara se të më lejonte doktori, më kishte thënë, po ja ashtu e bëra, më thonë. Dhe tani e kuptoj, pse ajo donte pa tjetër t'ishte me babin. Kush ka arson ta mantaj njeri? Apo... Se gjej dot, nuk e gjej. Moza, më pyete për disa personazhe që ti dyshon që mund të kenë ardhur sot. Apo mos më ke sjell ndonjë fermer nga këta që kanë ikur, moj. Wow! E di çfarë? Do të them një karakteristik të këtij personi që të kam sjell dhe pastaj të shohim nëse do arrish ta gjesh dot ti apo jo. Është një person që luan shumë bukur në piano. Wow! Luan në piano? Dhe të pret pikërisht aty, tek pianoforte e fermës. Shiko, Për të luajtur diçka të veçantë, speciale sonte, enkas për ty. Shiko, Luka ka pas bërë ca kohë piano, po në i pianiste dhe ka që madhe nuk është, po është, nuk e di kush është. A shkoj me shojmë atëhere? Ku do shkojt, luta? Te piano. Ku e Te kemi piano tek pianoforte? living? Atje. Te dhoma e xhamit. Si e quan ju. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Eja, moza. Po si e më sa e bukur je. Si e gjë. Si je. E më dedja ime. Angjëllësia qënë. Mirë, ke shumë të fala nga të gjithë. Kjarë nga Amerika? Kam ardhur nga Londër se isha aty për një semestër, po edhe erdha në Shqipëri, ti di se sa shumë e dua Tiranën, po desha dhe të takoja. Po. Edhe jam shumë e lumtur që jam këtu, edhe më dhanë këtë mundësi. Po të jërësi është nga si tani? Si? Babi, mami, jam shumë e lumtur që erdhe. Do luash diçka? Po desha. Do? Po. Do këndosh ti? Jo, unë s'kam qatë këndoj, sa shi se këta më kam dëgjuar duke kënduar, po dëgjoj njërë Monën. Nuk lodhët Kjo është vajza e motrës sime. Mona Lisa, mirë mbrëma, mirë se erdhe. E dashuron Shqipëri. Najësitët kemi këtu. Vajza e motrës, moza? Vajza e motrës sime dhe është shumë e talentuar në fushën e muzikës, megjithatë ka zgjedhur gazetarin, po shkollohet, pas ka qenë në Londër dhe ka shfrytzuar këtë rast të më bëj një vizitë. Sepse vajza ime tjetra është në Vancouver, kurse tjetra është me një fëmijë të vogël në Rom dhe është shumë diskrete si person. Prandaj kuptojni pak situatën. Ju falenderoj shumë. Falenderoj Mona Lisën që ka ardhur këtu për ta zbukuruar këtë spektakël. Faleminderit Mona Lisa. Hajde, Angjel. Një piano. Hajde ti këtë këngë.
Eliza, faleminderit! Faleminderit. Faleminderit për këtë moment të bukur. E dashur Arbana, Urdhëro. nëse ke mundësi ta promovosh këtë vajzë se kjo është tërësisht e dashuruar me Shqipërinë, ai sa është bërë Gjithë problem. zemër, të gjithë të rinj të dashuruar me Shqipërinë do të Është një promovojmë. muzikante jashtëzakonshme, edhe është bërë problema edhe në shtëpi sepse ajo është lindur atje, ka mësuar Shqipen vetë dhe është e çmendur pas Shqipërisë edhe për të jetuar këtu. Bravo. Ndërkohë po mbaron një shkollë për gazetari për atje, po gjithçka e sjell këtu. Nëse do keni mundësi ta ndihmoni këto vajzë, Me ishte një gjithë krejtësi. zemër, ne këtu tek Vita Production si mirëpresim të gjithë të rinj e apasionuar pas gazetarisë, pas televizionit, kështu që patjetër. Mona, të falenderoj shumë. Moza, unë do të të stoj të kthehesh ti tek pjesa tjetër e shokëve të tu të thermës.